Alarm në Itali. Dronë rus mbi zyrat e kërkimeve sekrete ushtarake europiane dhe italiane. Prej 2 ditësh, mediat italiane, gjithsesi në mënyrë të rezervuar, njoftojnë se disa dronë rus u identifikuan në veri të territorit italian, pikërisht në Lago Maggiore. Dronët, fillimisht të pa identifikuar, fluturuan mbi një zonë shumë të mbrojtur në bregdetin e liçenit të madh italian, ku funksionojnë prej mëse 50 vitesh disa institute kërkimore ushtarake të NATO-s. Në këto institute, që nga kohë e luftës së ftohtë bëhen kërkime të avancuara teknologjike ushtarake për armë të gjeneratave të fundit. Kryesisht raketa Tok-Tok dhe Tok-Ajer, aparate kompjuterike të drejtimit inteligjent të bombave, si dhe eksperimente ushtarake sekrete. Autoritetet italiane, së bashku me ato të NATO-s, ndoqën një strategji kundër zbulimi dhe përgjimi të veprimtarive të dronëve rus. Menjherë pas identifikimit, u mbajtë në vëzhgim dhe studim të kujdesshëm për të kuptuar qëllimin e tyre ndaj objekteve strategjike të NATO-s në Lago Maggiore. Një nga pikpyetjet më të mëdha që nuk bëhet me dije është baza e tyre e nisjes dhe telekomandimi i tyre në distancë shumë të madhe. Specialistët e shqetësuar të NATO-s pyesin, a mund të jenë dronë që telekomandohen nga satelitët rus? Gjithsesi, është era e parë që nga koha e luftës së ftohtë, që autoritetet u japin mediave informacione të tilla, shumë alarmuese, që rrisin tensionin politik dhe ushtarak midis Aleancës Perëndimore dhe Federatës Ruse. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë, jemi si gjithmonë drejt për së drejtë në ABC News dhe kemi një minutazh të gjatë për të dekriptuar realitetin geopolitik, po dhe atë të vendit ku jetojmë, pra të Shqipërisë, zhvillimet më të fundit, sidomos në fushën e drejtësisë. Për sa i përket kësaj zgjedhje, të kësaj temës parë, në fakt gjithandej po shohim një alarm i cili të bën të besosh që ka diçka me të vërtet shqetësuese, po të bën të besosh që ka diçka me të vërtet që kërkon një amplifikim ndoshta përtej të durës. Është njësoj si në atë sindromën e lockdownit, sepse kujtohet Covidit, për shembull që u bën shtetërrethime, doli ushtria, pra u krijua një psikoz të një rrethimi, të një lufte nga disa viruset padukshme. Do të tani, kundërshtari është i dukshëm, por a është gjithmonë i besueshëm, kjo është çështja. Megjithatë, sepse si ka mundësi që një vend deri dje paqësor si Norvegjia dhe Suedia të riaktivizohen bunkeret e luftës së ftohtë. Bunker gjigant, ku strehohen madje edhe avion dhe tanke, të rimodernizohen, të krijohen generatorët për të mbajtur ato, se thuash, në temperaturat e duhura dhe në formën e duhur, për të qenë të gatshme. Madje çakulloi në botë edhe një lajm që bëni gati se për 72 orë ushqime duhet grumbulloni se nuk i dihet një luftë po vjen. Po vjen apo s'po vjen? Kjo është çështja. Apo ndoshta duhet të mësohemi me ankthjen e luftës dhe ruajnë Zot, luftë mos kemi. Kjo është thelbi i asaj që do trajtojmë në këtë minutazh geopolitik. Kurse në pjesën e dytë do kemi reformën në drejtësi, por sidomos takime sekrete të Altin Domanit me ambasador dhe me të dërguar të ambasadës amerikane, si dhe një gabitje në tentativë e kompjutereve të prokurorëve të SPAK, çudi e madhe, por bazë geopolitikës. Atëherë, për të folur për këtë, kam dhe sot zotin Gjendoj, historian, po dhe ekspert. Historia është baza e geopolitikës. Mirëmbrëma, zotin Gjendoj. Mirëmbrëma. Kapiten Goxha, mirëmbrëma, mirë se erdhe në 360 gradë. Kristi Osmani, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Dhe Ledion Krisavi, ke munguar Ledion disa kohë. Ne kemi ndjerë mungesën tënde. Atëherë, me gjithë së fundit, po t'jap fjalën i pari. Si e shikon të atmosferë, pra, do të thënë, është një alarmizëm, ndërkohë nëse lidhemi me Misha Pumon nga Moska, në njëherë le të jetë në ekran dhe e përshëndesim. Si e shef të atmosferë? Erdhe Misha? Oke, nuk të shoh, po të dëgjova. Do të të shoh dhe figurativisht. Mirë se erdhe. Oke. Atë, Krisafi, çfarë po ndodh?
Unë mendoj që Rusia qëllimisht ose jo qëllimisht, po e arrin të krijojë një psikoz lufte, frike, pasigurie, kaosi mendor në Europë. Dhe ky është qëllimi kryesor i Rusisë, pra nuk është qëllimi të bëjë luftë fizike konvencionale me pistenet e Europës. Pra një luftë hibride. Por të krijojë pikërisht idenë që ka filluar lufta hibride, mund ta themi këtë? Unë mendoj që lufta hibride ka filluar prej kohësh. Pra perëndimi Evropa të paktën dhe Rusia janë një luftë hibride prej shumë kohësh, paktën një vit e gjysmë që është intensifikuar në mënyrë të konsiderueshme. Dhe kjo gjë ka krijuar pasiguri, kaos mendor, psikozën e luftës në të gjithë pjesën tjetër të Evropës. Dhe ky është qëllimi kryesor që ka Rusia në gjithë të luftë që po bën, pra sepse luftën fizike konvencionale nuk ka as interes as mundësi ta bëjë me pjesën tjetër të Europës, por mjafton të krijojë pikërisht këtë lloj psikoze që po e krijon në pjesën tjetër të Europës dhe ka arritur një mas të madhe qëllimi. Pra do të thonë kemi një shkak, kemi dhe një pasojë. Shkaku në këtë rast është lufta hibride që Rusia ka filluar me kohë. Pra nuk është dhe pasoja është logjike thua ti. Për shembull të hapësh bunkere në Norvegji, në Suedi, ti bësh gati po themi dronë të cilët shifen në Lago Maggiore dhe të cilët janë fotografuar dhe xhiruar mbi disa institute kërkimore të NATO shumë sekrete dhe italiane njëkohësisht. Pra gjitha këto kërën shumë aksidente të çuditshme po ndodhen nëpër kurrudha, nëpër rrëzohen ura çuditërisht, ndodhin përmbytjet, po përmbytjet them në kuptimin që nga dora njerëzore. Të gjitha këto mund të kenë një skenar madhor, ka fuqi Rusia të koordinojë një sulm për masa ka gjigande? Në 2024 kishte 44 raste të tilla që nuk kanë asnjë lloj justifikimi përveç një ndërhyrje nga ana e Rusisë. Raste të çfarë lloji? Kabullat në detin Baltik, rrëzimi një avion lituani që ishte krejtësisht i pa shpjegueshëm, zjarre në fabrika të ndryshme në Gjermani, në Britaninë e Madhe që prodhojnë armatime për Ukrainë ose prodhojnë armatime për shtetin e tyre, pra ka shumë raste të tilla që janë duke lëvizur në Evropë, të cilat nuk kanë asnjë shpjegim tjetër përveç një ndikimi të mundshëm të Rusisë. Ajo që ka bërë Rusia është që duke qenë se ka një aparat sigurie kaq të madh Rusia se ta janë gjithë agentë infiltruar që do të bëjnë to. Rusia ajo që ka bërë që pas fillimit të luftës në Ukrainë, shumica dërmuese spionëve rusë të themi nga Europa shkuan në Moskë. Pra baza me cilën ndërtoi spionazhi u humbi mas të madhe. Dhe ajo që Rusia ka bërë, për shembull, rastin e Polonisë që e njoh shumë mirë, ka rastin e Polonisë për shembull, ka paguar shtetas polak, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me Rusinë dhe sigurisht që as nuk e dinë që po punojnë për Rusinë për të bërë vepra të tilla në kundrejt një shpërblimi monetar në rast të tilla. Unë kam përshtypjen që Evropa është duke përgatitur ose le të themi përgatitjen e gabuar në këtë rast. Pra hapja e bunkerëve nuk ka lidhje me luftën hibride. Pra kur ke një luftë hibride nuk ka bunkeret. Bunkeret i hap kur ke një luftë, të themi, bërthamore, konvencionale, kuptimin me fill të fjalës. Dhe këtë kam përshtypjen që Evropa ende nuk po mundohet, nuk po di si ti përgjigjet se thua kësaj lufte hibride që është duke bërë Rusia në Evropë. Okej. Zoti Ndoj, si e gjykon këtë situatë? Marrim idenë aty ku e la Kristafi, që Europa, në fakt, Europa ndoshta po mendon me hapjen e bunkerëve, po mendon pas luftës. Suedia dhe Norvegjia. Pas luftës hibride. Se ata kanë kufitë drejt për drejt me Rusinë. Presupozohet bëhet dhe një luftë reale. Në fakt, derisa të them, nëse do më lejoni, për ta parë çik në kontekst më të gjerë, gjitha këto që ndodhin, presioni, lufta hibride, presioni psikologjik, luftat rajonale dhe do të thënë spjegojnë një trazir, një mungesë qetësie në botë dhe kjo ka si bazë, sipas mendimit tim, zhvillimin e pabarabartë të shteteve. Më kujtohet në vitet 90 Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin 24% të vëllimit botëror të ekonomisë, që edhe sot pothuajse është aty. E vetmi Amerika që është pak a shumë në ato kuota. Rusia kishte 19% vëllimit botëror të ekonomisë dhe kjo kryesisht kishte bazën e lëndëve të para, jo Rusia, po Bashkimi Sovjetik. Sot ka 2%. Ka pak më shumë se 2%, gati barabar me Italinë. Apo vendet e Europës, Japonia ka qenë 14%, sot Japonia është 4% apo Gjermania që rivalizon është aty me Japoninë që kishte 9.9%, gati 10%. Gjermania federale, e tjere. Franca ishte lartë. Si lidhë tani? Sot ka rënë pesha atyre. Sot ke Kinën që ishte 3% atëherë, sot e ke Kinën afërsisht 18% të vëllimit botëror. Do të thonë një fuqi e jashtëzakonshme ekonomike. Ka rritur influencat, ka ekspansionin ekonomik e tjerë. Kina tani nuk është ndjerë, zë Ndoj. Kina nuk është ndjerë, por është ndjerë Amerika.
sepse Amerikës janë cënuar tregjet, janë kushtuar hapësirat, ka arritur të kontrollojë deri Panaman, kanalin e Panamas, që dikur Amerika i ala të drejtën ta menaxhonte Panamaja, por Trumpi, nervozizmi i Trumpit tregon një të vërtetë të madhe aty. Ne nuk alam ju për Kinën. Pra, është një botë e trazuar sot. Dakor. Kaluam ke lufta hibride në Europë, apo që tek bunkerët Norvegji dhe në Suedi, ke dronët që janë interceptuar në Itali, dhe të një situatë ose si po e menaxhon Europa këtë lloj ankthi. Pyetja është një ankth me background të vërtet, apo është në fundit një lojë? Goxhe, si e mendon? Që duhet të them gjë. Për sa i përket luftës hibride, ka pothuajse 10 vjet që një luftë hibride zhvillohet midis palëve, pra nuk është se ka munguar lufta hibrideve. Prej vitit 2014 ato e kanë identifikuar luftën hibride, por aktualisht sot nuk po flasim për luftë hibride. Aktualisht sot është kjo çështja e propaganda e luftës i ndihmon këto të majtat liberale të degeneruara në Evropë që të mbajnë pushtetin. Pra, ka nisur një proces të friksimit të popullatave tyre për të justifikuar përdorimin e atyre parave që duhen për çështje sociale, për çështje të shëndetësisë, për çështje të arsimit, që t'i kalojnë tek riarmatosja dhe me këto parat ja japin lobeve të ndryshme që prodhojnë armatim, pra këtyre oligarkëve që prodhojnë armatimin. Po të bazohemi dje, prokuroria e Italisë, pra prokuroria e Milanos ka bërë një deklaratë për rastin fjalë, pra t'i kthehemi Italisë, ku thotë qartësisht që janë 2 persona të hetuar nga prokuroria e Italisë, të dy janë 2 biznesmen italian nga Monza, të cilët mendohet, pra, sipas tyre, se kanë përdorur dron për të marrë të dhëna ose për të bërë filmime në këto qendrat e kërkimit të përbashkët evropian, pasi është gjetur një email nga ana e këtyre personave drejtuar direkt shërbimeve sekrete ruse, duke u ofruar informacione mbi këto qendra në këmbim të Bitcoinit, pra për të shitur me Bitcoin. Dhe në këtë rast, nuk mund të themi që është ruse, sepse çdo kush pra mund të bëjë një gjë të tillë, edhe në Shqipëri në rast se dikush shkon e filmon një bazë ushtarake dhe nesër hyn në internet dhe i thotë ruse, unë ju jap të dhënat. Ti beson të version që ka qenë italian që kanë vjedhur këto informacione. Jo, s'kan vjedhur asnjë informacion. Atëherë, informacion nuk është vjedhur. Pra s'ka asnjë informacion të vjedhur. Jo, tentative ka edhe unë jam dakord. Po s'ka informacion të vjedhur. Realiteti është që edhe dronë dhe po të kishte nuk do na e thonin. Po unë po them çfarë thot prokuroria. Pra prokuroria italiane po thot këtë. Dhe fakti që prokuroria italiane po thotë pra hedhin poshtë është organizuar. Po aty në lajmet në burime në informacion që kam konsultuar unë, thoshte dronë të prodhimit rus. Prokuroria italiane thotë dronët nuk janë parë në asnjë vend. Pra ka njoftim për dronë, po dronë s'janë parë, s'janë verifikuar. Dhe është gjetur vetëm ky email nga këta 2 biznesmen të cilët janë marrë në hetim në gjendje të lirë. Okej. Pra kjo është aktualja. Rusia qëllimin e ka arritur dhe në pavetëdijshme thua, nuk ka rëndësi ka lidhje s'ka lidhje me Rusinë. Rusia qëllimin e arrin në këtë rast. Pra, psikozën e Rusisë. Po s'ka nevojë të arrijë sepse psikozën ti e ke në Parlamentin Evropian, pra ti ke Ursula von der Leyen që po vërtet më të madhe të armatosim se do na sulmoj Rusia. Pra çdo person i shëndosh nga mendja sot kur thua që do të sulmoj filani, gjë e parë që bën vë hartën tavolinë dhe shef ku është ajo ku është jo, pastaj pasi shef hartën, shef logjistikën, sepse kjo është lufta sot bazohet mbi logjistikën. Pra ti ke një distancë për 2000 ca kilometrash dhe ai thot unë do të sulmoj ty. Po si do të sulmoj në këto 2000 ca kilometra? Ndërkohë që ajo logjistikën nuk e mban dot për 200-300 kilometra që po lufton në Ukrainë. Nuk është problem i madh. Europa është deri në Poloni. Po jo më Evropa edhe atje ku thatë juve tashmë presidenti i Finlandës dele thotë që neve do hapim, ne mendojmë që të hapim kufit me Rusinë. Ndërsa Suedia dhe Norvegjia që janë pas Finlandës, pra për të kaluar në Norvegji duhet të kalojë midis Finlandës dhe Suedisë, hap bunkere. Pra kjo është një propagandë lufte për njerëz të tyre, pra s'ka të bëj. Dakor, ky është gjykimi juaj, Osmani? Atëherë, duhet ta pranojmë që jemi në një moment të ri, e gjithë bota është në një moment të ri, Europa është në një moment të ri. U mendua kur ra muri i Berlinit se nuk do të kishte më kurrë luftë në Europë, por e vërteta tregon se ne jemi përballë situatave të reja. Situatat e reja tregojnë atë që pavarësisht nëse do të shkojmë apo nuk do të shkojmë drejt përshkallëzimeve të mëdha, bie dakord me atë që thot zoti Kristafi që Rusia ja ka arritur qëllimit që ajo ta përhap dhe ta mbarojë gjysmën e luftës duke krijuar gjendje lufte apo gjendje përgatitje për lufte. Pastaj, se si do të shkojë situata më pas mbetet për t'u parë. Jemi në Europë e cila kalon dhe përgatitet seriozisht për t'u bërë gati për një botë apo për një Europë pa Amerikën. Po janë dakord, përgatitet seriozisht.
Goxha thot, arsyeja e përgatitjes nuk është ajo që thuhet. Është thjesht një propagandë lufte, por rrezik lufte nuk ka. Si e gjykon, ka apo s'ka rrezik lufte? Jo, unë nuk pajtohem këtu. Mund të ketë qëllime lufte, nuk ka dyshim. Zonja van der Leyen ka qenë implikuar edhe me situatën e vaksinave. Bashkëshorti i saj ka qenë kontraktor i disa miliarda eurove për çështjen e vaksinave dhe është hedhur në gjyq për këtë histori. Që këto historitë e lobeve të armëve, lobet e farmaceutikës, lobet e liberalit, kjo nuk ka si diskutim se është pjesë, lufta është biznesi më i madh në botë. Lufta dhe bamirësia janë dy bizneset më të mëdha në botë. Por ne jemi në një situatë tjetër. Pra, pavarësisht asaj që zoti Goxha i thotë se ne kemi lobet interesuara për të përhap sepse kanë përfitime, realiteti geopolitik më tregon që përtej luftës psikologjike që bën Moska apo klimës që ajo ndërthur, jemi në një situatë të re ku Europa është e vetëdijshme se do duhet të përballet me Rusin pa një cover amerikan, pa një mbrojtje amerikane dhe ka një ngritje të dorës Amerikës nga Europa. Është një Europë e stilit Churchillian, ku në vend të aksit Paris-Berlin po shohim aksin Paris-Londër që po bëhen gati për të përballur me rrezikun që vjen nga Moska, janë duke përgatit klimën dhe situatën që të ndërtojnë sistemin e mbrojtjes i cili zëvendëson lakurisin amerikane, pra lakurisin që i ka lënë mbrojtja amerikane kësaj Europe, dhe Europa në rastin më të mirë ka nevojë për 10 vjet për të ngritur sistem të mbrojtjes saj. Cili është rreziku se rrezik nuk ka. Aktualisht po para një jave, ministri i mbrojtjes i Estonisë thotë që nuk duhet në asnjë mënyrë të ndalim luftën në Ukrainë, se po ndal lufta në Ukrainë, Rusia do të zhvendosi 300.000 forca do t'i bjerë në kufi me vendet balltike, sepse tash s'ka. Pra tash si ka ato forca atje. Pra ku është rreziku? Rreziku është Rreziku është sepse një Europë pa Amerikën dhe një Europë e çarmatosur dhe një Europë pa sistem mbrojtje të pavarur, ma mbaroj një fjali vetëm. Një Europë pa Amerikën, një Europë pa çadër amerikane të mbrojtjes, një Europë nesër hipotetikisht pa NATO, për shembull, ne na çon përballë një Europë e cila është e detyruar sepse të marrmasa, sepse në high intensity war, pra në luftë me intensitet të lartë, ajo hipotetikisht nëse gjendet përballë Rusisë është inferiore. Kur ka kërcënuar në këto 3 vjet më thoni rast që ka kërcënuar Rusia? A jemi inferiore, a kemi Europë inferiore në high intensity war? Në hipotetikisht përballë me luftën edhe me luftën e thjeshtë konvencionale Evropa sot s'ka asgjë të luftojë. Të pyes pak nishën. Ne nuk konsumojmë informacione shërbime sekrete, ne bëjmë analista asaj që ndodhet. Po ne bëjmë edhe asaj që shohim. Pra aktualisht forca janë këto shërbime që thon forca nuk ka. Pra kur forca s'ka, kur s'ka lëvizje forca në kufi të Evropës, atëherë ku është kërcënimi? Atëherë leximi im dhe gjykimi im mund të jetë ashtu siç do ne po diskutojmë. Gjykimi im dhe leximi im është që ka shumë mundësi dhe hipotetikisht. Po flasim hipotetikisht drejt një përshkallëzimi. Atëherë hipotetikisht edhe Amerika mund ta sulmojë Evropën nesër. Hipotetikisht. Po kjo s'po nesër flasim në bazë asaj çfarë shohim dhe çfarë kanë terren. Në terren nuk e di pse ku e marrin hipotetikisht edhe me Amerikën mund të kemi luftë nesër. Ku i dim ne planet e Moskës për shembull. Tani. Po ti shef kapacitetin mos kemi se plani. Rrim, është shumë interesante. Kapacitetin. Goxha, të lutem, Goxha. Dakor. Po mo. Sipas kam 2 pyetje për ty. E para, ndoqa Vladimirović Putinin, i cili foli për nevojën e intensifikimit të armatosjes, në fakt do ta sugjeroj për sinkron po ishte vonë, të armatosjes forcave ushtarake ruse në zonën e Arktikut. Pra, ishte një fjalim i gjatë, pra shkret punën se unë i dëgjoj të gjitha fjalimet, dhe kishte një plan, masash do thonim ne, për mobilizimin e ushtrisë për blerje të anijive speciale që çajnë akullin, dhe për fortifikimin ose për rritjen e prezencës ruse në Arktik. Kishte një analistë gjatë për gabimet e mëparshme që janë bërë për shitjen e Alaskës në kohën e carit ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, foli për Groenlandën, foli për shumë gjëra. Tani, çakullojnë këto në Rusi, kjo është kjo një kundërpërgjigje alla Trump e Vladimirovićit përsa përket rritjes së prezencës në Arktik,
për të kryuar një peshore të re me Putinin dhe me geopolitikën e tij? Çfarë thuhet? Vladimir Vladimirovich, në ndryshim nga Donald Fredović, është më racional në veprimet dhe në hapat e tij. Ai ka deklaruar, domethënë, që Rusia ka trashëguar nga Bashkimi Sovjetik një fortë të fuqishme arktike, akullthyese dhe biles Shtetet e Bashkuara tash po mundohen nëpërmjet Finlandës të porosisin ca anije, domethënë akullthyese për të arritur numrin e flotës ruse, ish sovjetike që ka në anijet atomike që mund. Kuptohet që këto janë të gjitha jo deklarate si nga ana e Trumpit, si nga ana e Putinit, këtu merren si deklarata lufte apo mobilizimi ushtarak dhe luftarak, për përkundrazi fokusohen në anën komerciale të temës. Fjarimi ishte pak kërcënues punë, tani se kur flet presidenti të gjithë rusive, po kur flet ai për anije, për akullthyese, për Po anijet, jo me topa, por akullthyese që hapin rrugën për të çarë anijet e tregtare pastaj. Dhe për shkuar në bazat ushtarake të Arktikut. Nesër. Dakor, si sa gjykon si... është normale, sepse edhe Amerika në Grelandën e dashur i ka një bazë shumë të madhe. Ja, ka një koment Goxha, fute pak Goxha këtu. Një rrugë dy punë, thash. Po. Zomën ka një rrugë dy punë, Goxha? Ata qajnë rrugën edhe pastaj se kush vjen mbas tyre, ata nuk shohin, a një tregtare ose shumë një tregtare, një ushtarake, nuk ka rëndësi. Për shembull, Putini ka qenë që neve i kemi propozuar për shembull kolaboracion, bashkëpunim Kanadas që ka refuzuar me kryeministrin e ri. Ndërsa Shtetet e Bashkuara janë të interesuara dhe ne jemi në procesin e bisedimeve. Bile sot Dimitriev është në Shtetet e Bashkuara duke bërë bisedime intensive dhe nuk ka pasur asnjë deklarat me këtë gjë, edhe me që rasti Rusia dhe Bielorusia janë të vetmet vende bashkë me Kanadan dhe Meksikën që nuk hëngrën përqindje nga taksacioni i Trumpit, pra domethënë kjo është emision në veda i në fakt, po edhe për shkak të sanksioneve. Nuk e kuptuam atë gjë se si u bë. Se si u mbajt me atë Rusia nuk u mërë vesh një. Apo ka të tjera, po themi, gushtime ekonomike nga ana, ka ato që quhen, si themi, sanksionet. Sanksionet, po. Prandaj nuk i preku shumë. Nuk i preku fare, jo shumë. Zero. Zero do më thonë fare, po. Dakor, atë pyetja e dytë, Misha, se koha fluturon në geopolitik. Pse në të njëjtin rast të pak në agjensitë perëndimore njoftojnë për një mobilizim ushtarak më të madhe në këtyre 10-15 viteve të fundit për sa i përket ushtrisë ruse. Bëhet fjalë për rreth 150.000 rekrut. 140.000 në fakt. 140.000 nesër, tash. Numri saktë se ke gjithmonë punë, dieta. Po. Unë e di 150, 140, Goxha do thotë jo 160. Po, aty vërtitemi. Tani, mesatarja. Si e justifikoi Vladimir Vladimirovici? Jo, nuk ka çfarë të justifikoj ai vetëm nënshkruajti atë dekreti. Në fakt, ky është mobilizimi i rekrutëve të përvjetshëm, bëhet çdo vit ky hap, por me që në Rusi këtë vit, domethënë pak më përpara, u hap një ligj që u nënshkrua një ligj i ri që në ushtri thirren nga mosha 18 deri në 30 vjet, ndërsa më përpara thirreshin deri në 27 vjet. Detyrimisht, domethënë sasia njerëzve të rekrutuar tashmë u rrit për herë të parë për 14 vjet e kusur. Prandaj dhe kjo sasi e njerëzish domethënë të rekrutuar është më e madhe se vitet e kaluara. Perëndime shohin me frikë. Që ta rekrutë janë vetëm për përdorim të brendshëm. Në thonjza pra nuk do të dërgohen në operacione jashtë shtetit, do shërbejnë do të ushtrin një vit brenda Rusisë. Se do na marrin dorën nëse ku do i përdorin ata, nëse kjo është deklarata zyrtare. Nuk është qëllimi i përdorimit tyre, është qëllimi i krijimit të rezervave ushtarake, pra të rezervistëve, ata do të qëndrojnë një vit, po më pas ata hyjnë te rezervistët, pra ata jo 5 milionë që kanë rezervistë. Pra nuk do t'i përdorin në këtë kohë. Me ja të nesmen. Ne kemi bërë një ndërkallje lidhur me këtë sepse do t'i kenë të stërvitur po vonë.
Okej, pra, Pisavit, të rezulton që ka uri fronti për misht freskët dhe kjo është arsye e vërtet për te retorikës? Jo, është e vërtet që çdo vit ka, është fillimi i prillit që ka një rekrutim përvjetor Rusia, vitin e kaluar kanë 147.000, mos gaboj shifrën në atë kohë. Nëse nuk do kishte qenë lufta në Ukrainë, nuk do kishte bërë lajm, po ky lajm ka qenë dhe para luftës në Ukrainë, pra ka qenë diçka e Ja të shohim si kanë pasuruar mediat perëndimore, dyshin të lutem. Sipas të madhes BBC, pavarësisht bisedimeve për gjoja pushim të luftimeve dhe të diskutimit të paqes, presidenti rus Putin ka bërë këtë ditë thirrjen më të madhe për mobilizim ushtarak të këtyre 15 viteve të fundit. Bëhet fjalë për 160.000 burra nga mosha 18 e deri në 30 vjeç, duke synuar një rritje shumë të madhe të numrave të ushtrisë. Me këtë thirrje në armë, Federata Ruse shkon në 1.5 milion ushtar aktiv, ndërsa synimi është të shkohet deri në 2.400.000. Admirali Vladimir Cimlanski ka theksuar se ushtarët e rinj do të shkojnë të luftojnë në Ukrainë në kuadrin e të ashtu quajturit operacion ushtarak special. Sipas BBC-s, kjo vjen si rezultati i numrit të lartë të humbjeve në jetë njerëzore dhe sepse me sa duket rusët po bëhen gati për ofensiva të reja të fuqishme, sidomos në periudhën prill-korrik të këtij viti. Pra dukshëm Putini nuk beson tek paqja, por te lufta në muajt në vijim, dhe për këtë BBC ngre alarmin që një lojë e rrezikshme po luhet me opinionin publik botror, sepse lufta vazhdon dhe se një ofensive re ruse po bëhet gati. Ndërkohë, mbritja e ushtarëve koreano-verior sipas medias britanike vazhdon gjithashtu. Bëhet fjalë për disa mijëra, por numri sakt nuk përcaktohet dot me saktësi. BBC konfirmon si të sigurt numrin e 100.000 e më tepër të vrarve, por numri mund të jetë lehtësisht edhe 200.000 të vrarë, sepse të dhënat dytësore që lidhen me mobilizimin e jashtëzakonshëm e vërtetojnë këtë. Fronti i Ukrainës ka çdo ditë nevojë për ushtar të freskët për të zëvendësuar të vrarët e shumt, thekson BBC. Vladimir Putin, që nga fillimi i luftës në shkurt 2022, i ka trefishuar forcat ushtarake aktive, por njoftohet se edhe Polonia dhe shtetet baltike kanë bërë edhe ato mobilizime ushtarake të rëndësishme dhe janë gjithmonë në gjendje alarmi. Zoti Osmani, dy pyetje kisha për ty. Para në hyrjen e tezës vet analitike, zoti Gozhe tha që këto të majtët e korruptuara të Europës kërkojnë të krijojnë, po themi, lobime ushtarake, të krijojnë një lloj alarmi të paqen ushtarake dhe njëkohësisht justifikojnë, po themi, investimet dhe lobimet ndaj trusteve të armëve. Tani, e pa një majta zakonisht bëhet më pacifiste sa e djallë. Pra, kur themi e majta dhe lobet armatime, nuk themi që detyrimisht janë enë komunikuese me njëra tjetër. Por e dyta, që është më e rëndësishme se e para për mendimin tim, si ka mundësi që të ketë një lloj regjie, që pothuajse të gjitha vendet Gjermania, që nuk kanë qeveri të majtë, kanë qeveri të qendrës, së djallë. Franca, qendër smerdesh, qendër djallës, qendër, s'është e majtë tamam. Polonia, Norvegjia, Suedia, Britania, gjithë vendet tani ka një sinkronizim për te ideologjik, për më përse dhe djata nuk i konteston. Dakord. Nuk di Johnson e qaj ishte, se mbajmë. Borisi, i majtë. I djathtë. Konservator. A ishte ai që prishi negociatat e Ukrainës me Rusin. Po. Jetën linjë. Po sa ngja, perandorit në politikën e jashtme janë sinkronizuara. Ku ka të majtë djathtë aty janë gjithë. Sasine, të njëri puqet me atë, tjeti i bje me grusht atite, ku të njëti person. Mos hymë në të kena bërë atë emision. Ta në ti si e që konë këtë situatë. Do në kufiri, se këtë duhet a bësh debat dhe me Gozhen, po dhe me zotin dojë. Kufiri midis të vërtetës dhe retorikës. Duket pak e vështirë ta metabolizojë atë që thot Gozhej. Si e që konë ti? Atëherë, të mos bien më përsëritje. Situata, për mendimin tim, është kritike dhe nuk jemi thjesht në retorik. Realisht. Dhe unë besoj që do të ketë përshkallëzim dhe një përplasje të fortë
në Europë, të cilën tani është duke u sharruar dryni, dhe më pas do të dëgjojmë këngën që tha Nastradini, tani tha po i bi violinës, pastaj do të dëgjoni melodin. Tani jemi në fazën e para përgatitjes. Jemi në një moment delikat, Rusia nuk po i, sigurisht edhe pse ka momentin e rekrutimeve në këtë moment, nuk i ka për të shku për të vallëzuar Kalinkën, atë vallën e famshme ruse, por i ka për luftë. I ka për luftë për të ndalur në Ukrainë, i ka për luftë për të shkuar në Baltik, i ka në luftë për të shkuar për të marrë Kaliningrad, për atë Svalbardin e Norvegjisë. Pra, Rusia është duke u përgatitur për diçka më të madhe se sa Ukraina. Po pse pra, kush është qëllimi tani, ku e ka qëllimin? Ka qëllimin, po themi, të rrisit të marrë teritorit e Europës? Do të shtojë ndikimin e saj. Ndikim me çdo kusht. Rusia thot, unë nuk jam më lojtar rajonal, dua të bëhem lojtar botror. Rusia apo Putini, apo janë të njëjta? Putini dhe Rusia janë e njëjta gjë tani. Zelenski po pret që të vdes Putini, sepse është përballë dy zjarreve, ka dalë dje dhe ka thënë, ne do shkojmë drejt situatave të reja se ky do vdes. Por për sa kohë është ai gjallë, jemi në një sinkronizim Rusi. Sa e që urojnë vdekje Putinin ati ishte o tjetër, se ka një 3 vjetë që e bënd të vdekur atë me skundje. Flasë që, pra, dëshpërimi i Zelenskit ka mbritur në momentin që thot, inshallah po vdes, se nuk ka lidhje. Qa ka të vërtet, qa ka retorik, të lutem, Meritën? Unë them të vërtetën, ne do ta mësojmë kur të ketë një marrëveshje mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. S'ka pra marrëveshje, të s'po bëhet gjë. Sot ne jemi në pozita, Amerikanët kërcënojnë Europën për ta patur në vete, si thonë, ndërkohë që Putini po do të tregoj forcë, ndërsa unë mendoj që nuk e ka atë forcë që përpiqet ta shes për të rritë pazarin gjithmonë në marrëveshjen që do bëhet së shpejti. Ndërsa Europa do t'ju thotë këtyre aktorëve, do t'ju thotë që ne jemi këtu. Edhe në Kiev tha shkoj për javë, por nuk shkoj dot. Ndërsa Europa do të thotë, dhe e ka përmendur, që ne jemi një vend prej 700 milionësh, ndërsa Rusia është një vend 120 milion, dhe nuk ka mundësi... Europa nuk është 700 milion, 350 i pjetë. Urdhë? Europa është 700 milion, zoti Artur. 700 milion banor. Ndërkohë që ka rreth... Te 450 dhe aty shkojon. E mbaj më radhë. Bashkimi Europian 450 milion banor. 450 pa, për 700. Bashkë me Rusin bën 700. Ka më shumë. Rusia ka 120 forca ushtarake në total. Ka 120 milion Rusia, nuk ka... 450 Europa, po themi, Rusia është tjetër. Rusia nuk fundet në këtë llogaritje. Po themi Europa, e cila e ashtë quatur e sisteme demokratike. Europa dhe në konceptin që po flasin në geopolitik, Europa në këtë rast si kundërshtar i Rusis quat edhe Ukrajina, quhen edhe vendet tjera të cilat janë praktyrës në Europë, e tjerë. Po, qënësi ka, dhe më thëmë nuk krasot me Rusin, as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa. Ekonomikisht barazot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku afërsisht janë barabartë, ja kalon Kinës, Europa si Bashkim Europian. Europa qalon në unitetin e veprimeve dhe të vendimarrjes, sepse është një super shtet, shumë liberal dhe autoriteti i kombeve... Pra je dakord me Osmanin apo si dakord me Osmanin? Unë me Osmanin... Apo ke komplet një qasje të re? Unë qasja ime është kjo, që të gjithë po bëjnë sot sikur, sepse janë në prag të një marrëveshje të madhe, nëse marrëveshja, nëse të mëdhejt nuk do merren vesh, pastaj do kemi... Bunkeret hapen për të bërë një teatr, armët blien për të bërë një teatr, zbulimi dronëve rusë është apo është gjitha një teatr i madh. Janë të një presioni dhe të një loje... Ka një regji globale europiane që thotë, hajde bëjmë sikur po na sulmon Rusi, sa shumë na duhet. Në prag të një marrëveshje që ose do të bien fuqitë e mëdha, ose pas marrëveshjes, nëse nuk do merren vesh, pastaj do kemi luftë të vërtetë, edhe pastaj do të maten forcat tamam. Goxha e telegrafisht, ku je ku si dakord në atë që tha Osmani? Para vazhdon të jetë propagandë, nuk ka asgjë reale në këtë aspekt, dhe edhe ajo që po përdoret ky rekrutimi që është rekrutimi normal, jam dakord me Ledion që thotë është rekrutim normal për i përvitshëm, por mos që lufta nuk do të kishte bërë,
asaj retorikës që i përkasin që po flasin për punën e humbjes, unë mjafton t'ju lexoj të dhënat që ushtria Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës ka nxjerr shkëmbimin e të vdekurve. Pra, në shtator të vitit që shkoi, është bërë shkëmbimi i parë dhe numri të vdekurve është 501 forca ushtarake rus, 501 ukrainas me 89 rus. Është bërë shkëmbimi në shtator. Në tetor, 563 rus, 563 ukrainas, 37 rus. Pastaj kemi në janar të këtij viti 757 ukrainas, 49 rus, në shkurt 757 ukrainas, 45 rus, dhe e fundit është me datë 28 të muajit që shkoi, 909 ukrainas, 43 rus. Pra raporti ka mbritur 1:30. Dhe po themi që ai po humbet. Pra kur 30 veta humbet Ukraina, 30 ushtar për një ushtar rus. Pra ky është raporti i humbur që përcakton qartësisht. Shifrat zyrtare që të vërtetuar të vdekurve janë 100.000 rusë dhe 130 total. Po, 138.000 ukrainës. 100.000 rusë të vërtetuar të vrarë dhe 138.000 ukrainës të vërtetuar me emër dhe mbiemër të vrarë në luftë. Këta në vërtetuarit. Këta në vërtetuar me emër, mbiemër dhe me gradën në ushtri. Dakor, atë unë do të kërkoj një pauzë publicitare, do kaloj unë qafstama dhe për të parë këtë jenë dhe optika e Luani, pastaj bloku publicitar.